Mjeku çudit botën, personat që hanë banane në mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Një banane dhe një gotë qumësht është një zgjidhje shumë e mirë për mëngjes për disa persona, por kjo nuk është formula klasike më e mirë që mund të shtoni në dietën tuaj. Me siguri, bashkëpunimi i kësaj mund të ofrojë shumë përfitime. As nuk do të lodheni dhe as nuk do të mundoheni edhe në përgatitjen e kësaj recete. Shkenca vërtetoi krejt të kundërtën, duke mos e klasifikuar bananen si frutin ideal për vaktin e parë të ditës, pasi mund të ndikojë negativisht në një sër procesesh të organizmit. Dr. Derli Girofe ka thënë për Bright: para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke vërtetuar opsionin më të mirë për një mëngjes të shpejtë, por askush nuk e merr parasysh se ky frut ka në përmbajtje të tij 25% sheqer, si dhe një dozë të konsiderueshme të acidit që mund të ndikojë në përkeqësimin e çështjeve tuaja të stomakut. Kështu, nëse doni të konsumoni banane për mëngjes, ajo do të ndikojë edhe në gjendjen tuaj duke u bërë të jeni më të ngopur në moment, por shumë më shpejt do të shikoni se si do të ndjeheni përsëri të urritur. Në rast se dëshironi me do e mos të bëni pjesë të mëngjesit tuaj bananen, atëherë duhet të dini disa gjëra të cilat sipas ekspertëve duhet të mos i neglizhoni pasi mund të ndikojnë në çështjen tuaj. Bananet përpara se t'i konsumoni mund t'i shoqëroni me diçka të ndryshme, sidomos edhe me ushqimet për të balancuar produktin ushqimor, pasi aciditeti i lartë e banania nuk përshtatet me stomakun bosh dhe organizmin e sapur zgjuar. Nga ana tjetër, produktet e shumta ushqimore që herët në mëngjes do të sjellin luhatje të peshës, një rezultat ky nga i cili të gjithë do të ndjeheni të pakënaqur. Kështu që paketojeni frutin dhe merreni me vete për vaktin e ndërmjetëm, ndërsa mëngjesin e organizoni shumë më herët në mënyrë të shëndetshme me proteinë dhe me karbohidratet e nevojshme dhe më pas mëngjesit mund të konsumoni banane. Kështu, vlerat e saj për organizmin tuaj do të jenë më të larta dhe nuk do të ndikojnë gjithashtu në aciditetin e stomakut. Arsyet pse duhet të konsumoni një banane pas mëngjesit janë vërtet të rëndësishme për organizmin. Bananet të ndihmojnë në parandalimin e një sër komplikacionesh të trupit, duke bërë atë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre shqetësimeve edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Prandaj, nëse doni të merrni përfitimet e saj, duhet ta konsumoni atë vazhdimisht pas mëngjesit. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i bananes në këtë mënyrë. I pari që përfiton është sistemi nervor. Bananet janë të pasura me vitaminën B, që ndihmon në qetësimin e nervave tuaja. Vitamina B6 përmban dhe rregullon nivelin e glukozës, të cilat mund të ndikojnë në gjendjen tuaj emocionale. Bananet gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të anemisë. E pasur me nivele të larta të hekurit, bananet mundet të stimulojnë prodhimin e hemoglobinës në gjak dhe kështu të ndihmojnë gjithashtu edhe në rastin tuaj kundër shqetësimeve të mungesës së hekurit. Bananet janë një frut ideal edhe për personat të cilët vuajnë nga depresioni. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve që vuanin nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë konsumuar të paktën një banane. Kjo është për shkak se bananet përmbajnë nivele të mira të tripofanit, lloji i proteinës që trupi e shndron në serotonin dhe njihet gjithashtu si një relaksues shumë i mirë i organizmit. Gjithashtu ajo mund të përmirësojë gjendjen tuaj emocionale dhe të mbajë larg komplikacionet që sjell edhe problemi i ngjashëm. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe për ata persona që kanë shtypje të gjakut. Ky frut unik tropikal është ekstrakt i pasur me potasium dhe gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër shtypjes së lartë të gjakut dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në balancimin e kriprave në trupin tuaj. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe për ata persona të cilët kanë dhimbje të kokës. Përgatisni një milkshake pas mëngjesit me banane duke e përzier atë edhe me mjaltë.
Bananet qetësojnë stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit do të rrisni nivelin e zvogëluar të sheqerit, ndërsa qumshti zbut dhe rihidraton organizmin tuaj, që është një mundësi shumë e çmuar edhe në luftën kundër këtyre komplikacioneve, citon Majin. Gjithashtu, banani është një produkt shumë i mirë kundër të vjellave të mëngjesit. Kjo manifestohet kryesisht në fillim të shtatzanisë kur gratë kanë të vjella në mëngjes. Me ngrënien e bananes në mëngjes, në mes të ushqimeve ditore ndihmoni gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit dhe kështu shmangni edhe të vjellat e mëngjesit. Nuk bëhet fjala ta konsumoni esëll, por pas mëngjesit është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar me patjetër në dietën tuaj, citon Healthy Side. Gjithashtu, bananet janë të mira të përdoren edhe kundër pickimit të mushkonjave. Para se ta aplikoni kremin kundër pickimit të mushkonjave, provoni të fërkoni të brendshme në lëkurës së bananes në vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është shumë e suksesshme të zvogëlojë gjithashtu entjet dhe irritimet e lëkurës, duke u dhënë një zgjidhje shumë të mirë lehtësuese. Bananet janë një frut shumë i mirë ushqyes edhe për sistemin tretës. Ato mund të ndihmojnë të ktheni aktivitetin e jashtëqitjes në mënyrë më normale dhe të lehtësoni komplikacionet që lidhen me sistemin tretës, pa ndikuar në përkeçimin e gjendjes suaj, duke parandaluar kështu shqetësime të cilat lidhen me kapsllëkun edhe problemin e jashtëqitjes. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të ulçrave. Bananet përdoren si një ushqim shumë i mirë kundër çrregullimeve të zorëve për shkak të materies së butë që ato përmbajnë. Gjithashtu ato neutralizojnë edhe aciditetin e tepërt dhe zvogëlojnë irritimet e mbështjelljes së stomakut, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet që shkaktojnë ulçrat. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër çrregullimeve. Është një formë depresioni që ndodh te njerëzit gjatë një sezoni të simptomave të cilat janë ekspozuar në diell. Bananet do të ndihmojnë shumë edhe ata persona të cilët kanë edhe një lloj çrregullimi nga ekspozimi i diellit, sidomos për shkak të tripofanit, rregulluesit natyral i gjendjes suaj emocionale. Prandaj, përfshirja e bananeve në dietën tuaj në këtë mënyrë mund të jetë një lehtësim shumë i mirë ushqyes për trupin tuaj. Bananet janë të mira edhe për duanpirësit. Bananet gjithashtu mund të ndihmojnë edhe ata persona që përpiqen të lënë duhanin. Vitamina B6 që gjendet dhe vitamina B12 tek bananet, potasiumi dhe magnezi ndihmojnë trupin të lehtësojë edhe shkëputjen më të madhe kundër problemeve të duanpirjes, duke u bërë një aleate e mirë organizmit tuaj nëse doni të lini duhanin. Bananet janë një frut shumë i mirë ushqyes edhe kundër stresit. Potasiumi është minerali më vital, i cili ndihmon gjithashtu edhe në rrahje të normalizuara të zemrës, duke dërguar oksigjenin në tru dhe duke rregulluar kështu edhe balancimin më të mirë të ujit në trup. Kur jeni të stresuar, ritmi metabolizmit shpejtohet, duke zvogëluar kështu edhe gjendjen tuaj të niveleve të potasiumit. Në këtë mënyrë mund të ribalanconi dhe të ndihmoni trupin tuaj me konsumin e bananes dhe të përmirësoni gjendjen tuaj, citon Healthy Side. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër sulmit në trup. Sipas një studimi të publikuar në The New England Journal of Medicine, të hani banane si pjesë normale të dietës suaj mund të zvogëlojë dukshëm riskun e humbjes së jetës nga pikat në tru deri në 40%. Bananet janë një frut shumë i mirë ushqyes edhe kundër shqetësimit të lythave. Ata të cilët ndjekin mënyrat alternative natyrale përdorin edhe lëvoret e bananes për të lehtësuar këtë komplikacion. Duke lyer vazhdimisht me lëvoren e brendshme të bananes, do ta keni më të lehtë të evitoni krijimin e tyre. Gjithashtu bananet janë një frut fantastik edhe për persona të cilët kanë djegje të stomakut. Nëse vazhdimisht të vuani nga djegja e stomakut, përdorimi i bananeve në këtë mënyrë mund të jetë një alternativë shumë e çmuar për gjendjen tuaj, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet. Prandaj konsumi i bananeve gjithmonë brenda normës lejuar dhe si duhet mund të kthehet në një element të fuqishëm ushqyes për trupin tuaj, citon Healthy Side. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.